Niveli i ndotjes akustike apo i zhurmave në Tiranë tejkalon normën bazë të parashikuar nga Bashkimi Evropian. Të paktën kështu rezulton studimi i bërë nga Instituti i Shëndetit Publik. Nga 55 decibel, që është norma e lejuar gjatë ditës, zhurma në disa kryqëzime në kryeqytet arrin deri në 81 decibel. E njëjta situatë paraqitet edhe në orët e vona të mbrëmjes. Në të gjitha stacionet e monitorimit ka rezultuar më të larta se vlera norm apo që është e bazuar në ligjin tonë dhe në standardin e Bashkimit Evropian. Niveli norm të zhurmave gjatë ditës është 55 decibel, ndërsa për natën rezulton me 35 decibel, vlera standard. Nëse do t'i referoheshim vlerave të cilat ne morëm, kanë vlera mbi standardin norm, mbi qoftë për ditën ashtu dhe për natën. Specialistët shprehen se situata më alarmante mbetet në zonat e ish-bllokut, ku shifrat e ndotjes akustike të ditës dhe të natës janë thuajse të barabarta. Ajo çka u vu re është që nivelet e natës, flas për qytetin e Tiranës, kryesisht për pikën e monitorimit tek bloku, u vu re që kemi një rritje të madhe të nivelit të zhurmave gjatë natës, biles afrohet me nivelin e zhurmave gjatë ditës. Mjekët shprehen se ndotja akustike ndikon në shëndetin e qytetarëve. Ato ndikojnë në uljen e dëgjimit, në sistemin kardiovaskular dhe në sistemin nervor.